Po du me lidhë si një lloj metafore këtë pranin tënde të Farukut, Bekimit, rolin e Istreverit, i cili është shqiptari i cili emancipohet deri në atë pikë sa të konsiderohet i barabartë. Edhe në momentin kur ju jo vetëm që jeni të barabartë, por jeni superior. Qashtë është. Ju keni qenë superior. Bekimi sidomos ka qenë superior, po edhe Faruku. Edhe Faruku edhe ti. Të tretë keni qenë superior në Beograd, do më thonë, në atë moment kur ju jeni superior, thyhet ai kontekst dhe ju shpërndani çdo njeri në formën e vet, ti dhe Faruku ktheheni në Prishtinë. Çka ishte për ty ai moment? Faruku sa ka qenë më i ri, ka pas role, pastaj erdhen disa tri tjerë, se Faruku ka qenë shumë i pashëm. Shumë i pashëm. Edhe ai fillon me dhënë rolet pak më epizodike. Pastaj kur u hap kjo fakulteti i arteve Dega e Këtrimit, duke i falenderuar bashkimsheu atëherë dekan, Ramiz Kelmendit, Besa dhe Faruku Begollit. Më thiri Faruku, hajde thash, Faruku në kam shumë punë Beograd. Edhe vërtet punoja s'disha ku e kam kryt. Thash s'kam kohë, tha, eja s'paku njëherë mujt, se nëse vjen dikush tjetër, s'ka drejt që e largon. Eja njëherë në 2 muj, vetëm eja. Zinë Karrigën. Po. Edhe më pëlqej kjo ide, edhe fillum punën, njëherë mujt, njëherë një javë, fillova se u dashunovan studenta, se ata s'kishin faj, që unë s'kam kohë. Atje i zvoglova punët, kjo ka qenë arsye parë, arsye dytë, se grune kam shumë patriot. Ajo nuk duronte që vajza qika jon, me u regjistru në serbisht, sepse mbetet atje. Fëmijët e tanë kam folë vetëm shqip. Në ndërtesën ku kemi jetu në qytetin e vjetër, ishin një ndërtesë 7 katëshe, ne ishim 5 katëshe edhe 4 katëshe, një mur. Kemi pas oborin tonë, edhe dinin të fëmijët me lujtë. Tash unë i kisha në atë kohë 2 fëmijë. Vajzën edhe djalin, edhe kam pas balkonin në ka rruga, këtë mirë thash, dritaren ka obori. Edhe më thirrte djali, babi, gjuma topin. Më isha katin e 3, nuk e 2, e meshe topin edhe ja sjellsha, ja gjujsha. Edhe ata lunin, po jo pa të ndalu me folë serbisht me zveti. Me tjetë flisnin serbisht, as sa dinin, por me zveti, vetëm shqipë. Edhe njëherë, 2 herë, tash erdhi koha, ata nuk vinin poshtë, nuk dinin, edhe ndëgjaj për këtyne fëmijëve. Pra për gjithë ndërtesës, ato që numërova, ishin 4 fëmijë të ndërtesëve edhe 2 fëmijë me, 4 me 2. Babi, gjuma topi. Ata tjertë, po. Ata fëmijë. Se me ndonin nëse thonë babi, gjuma topi, ju vjen lopta. Po. Ju vjen diçka që quhet që është lot, po. Edhe ja u jepi ato. E bukur kjo, më pëlqen. Po unë shoqënohem shumë me fëmijët. Njëjta gjë më ndodh edhe në Tiranë. Po, veç të ndërpres këtu se kthimi lidhet prap me teatr. Po. Detyrimisht me teatr. Harova. Edhe vajza i mbushi 7 vjetë e gjys, ne nuk e qonim në shkollë. Arsyeja e dytë ka qenë kjo. Arsyeja e tretë më thire zonja Rabie Bajrami, tha hajde po dojmë me qenë një teatr për fëmijë. Këtu janë një 7 veta, unë i di gjitha emrat, po nuk duhet mi thanë. Shumica për tyre tash janë rahmetli, janë halashtis. Tha, ky, emra vërtet, që kam respekt ndaj tyne, po për lanë kush mi qenë drejtor, ende teatri nuk është i gatshëm. Tha, ti e i vetmi që i pajton këto gjëra. Më pëlqeu kjo ide, edhe gjithmonë e kam pas ëndër me bërë një teatr për fëmijë. Bile intervista ime e parë në zëri, ka qenë e kam ëndër me bërë një teatr për fëmijë, edhe për 3. Ende e kam atin. Edhe ke rasti mirë. Po. Edhe u morëm vesh të kthehemi. Por kjo nuk do të thotë se kam pas ëndër se do të bëhet luftë. Unë jam kthy se ishte kohë shumë e keqe politike.
edhe nuk dilja më në për qytet. Nuk, vetëm shkoja në teatr. Se ndija, aq u bë tensionume atmosfera, sa që besom, kur të them, kim pas një tavolinë të madhe të kuzhinës, e rënd, edhe natën, e afronin bashkë me balbonën të dera. Nëse dikush e thënë derën, tavolina me ndalë. Aq kishte tension. Nuk ishte media, radio, televizionet, të cilat prej 24 orëve 15 orë të e shajt shqiptarët. Nuk e ndija më vetën mirë. Unë shkoja në kafe me kolegë, me kojshi, e ndëgjoja prej tavolinave tjera të i shajt shqiptarë. Jo me mu, po shanë kështu. Që e ndisha vetën keq para këtyre shokëve. Edhe ata e ndishin vetën keq, se ishin shumë zësh.